që një gru që ka arrit një pozitë, shumë shpesh thojmë, po ku me di që arriti atë pozitë, pavarësisht që ja mëson mund paragjykohet shumë. Ndoshta është shkollu, është ndërtu vetë, thjesht e ka merituar atë post ose atë pozitë që e ka, na paragjykohemi shumë prej gjithëve, thjesht ku me di që shka shku të e pozitë. Ndërsa për meshkujt, ati halal i koftë sa i ka shku atje. Po na dhe këtu paragjykohemi shumë. A më që kjo është, a keni hasë këto probleme? Po vetë fakti që kandidate për kryetarët komunave, fatmirësisht kemi kandidate dikun, femra, po kryetarët të komunave nuk e dia ka fitu dikush se kemi asnjë. Momentalisht në Kosovë nuk e di që është ndaj kryetare e komunave femër. Edhe kjo është fundit nuk ka fitu asnjë. Domethënë kjo të bën me kuptu që shoqëria jonë ende nuk është e gatshme me pas gra që i udhëheq. Ose edhe indirekti edhe gra në vendimmarrje.